Ka dalë bek dhe ka hendek e fillova sonte me një këngë fantastike. Besoj se keme mu? Jo se kam e ty. Nuk e kam asken, dorën në zemër, por një tekst shumë i bukur i Ilir Beranit me gjithë melodin, po të orkestruar nga Virusi. Këtu e shumë vite më parë. Shumë vite më parë, por kënga e bukur, mbetet këngë e bukur, zonja dhe zotri, mysafir të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin tonë dhe t'juaj në odan, mirë mbrëma na jenë. Mirë mbrëma të gjithë dhe mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, ku do që të jeni, e nga do që të jeni. Ja ku jemi përsëri në këtë vikend bashkë me ju në mënyrë që të kalojmë sa më bukur. Një armatë të tërë për kujdesin që ju të kaloni momentet të bukura, nga se spektakli ynë zhvillohet në këtë shesh të fjalës së mire, këngës së bukur që i thonë Odeon, në këtë skenografi tër glamur që është dorë vendore, që tingëllon bukur e krenare që në fillim. Jemi këtu në Radio Televizioni 21. Do të kemi shumë kanson të mirë, do të kemi një fasik të për të veçantë, akoma po e mbajmë atmosferën e verës, se verë është. E kemi edhe detin prapa dhe do të kemi shumë gjëra të bukura, do të kemi humore, këngë, do të kemi edhe mysafir, shumë të veçantë. Me të pyet kush ka vesh, kush ka ndreq, kush kështu, nuk e di, çush e kemi, a kemi në skenara? Se kemi në skenar, por unë du me falenderu shumë shoqen time që jeton në Amerikë, zonjën Hatice Bytyqe, e cila ka bu përzgjedhja në fustanit tim. Ndërsa për Kaçorrelate falenderoj Studio Selvete në kodrën e trimave në Prishtinë. Studio në ndullimit e të grimit. Hatidja është një natyrshike, një piktore fantastike. Shpresoj që do ta kemi së shpejti nëse në një formë tjetër online në një ekspozit të saj, se është gjuna një njeri që ka piktuar as shumë gjëra të bukura në për vite, të mos duket në televizionet tona.
Do të ecim tutje në spektaklin tonë, do të kemi paralajmërova shumë çka të bukur, po eci me humor e pastaj me marketing. Dit me politik. Pa kam kosa dhe tërshit e kom shti. Oj, Sofi, ku po na ik? Pa shkaj pa mledhi vota. Sa firmet. Tash fushata po na vjen, Shiqej pa fitoj. lumet na o për këtë vet. Lëm jellën e për vetën tem. Sa premtimet na kam dhon, Shumë amo i realizoj gjitha. krejt pa kontra na kan lon. Pa t'lose këkëreca madhe. Oj none, Safie. Qamo? oj none, Po drejt. Qa keni? oj none, Safie. na dujte ti anon. Ma te për zëtë. Oj none, Safie. oj none, Po drejt. Qa po? oj none, Oj, daj. na dujte ti anon. Shka po i driti ato kule. Ladë të na unë të kinaqëm. Burajtje mos i lule. Luni e m'kon qitë. Për kariq të bir po futesh, Veç aty kus po t'zanë. veç po rene his po tutesh. Me rajt po e mu t'ut kapak. Veç për vota vjen e kapesh. Ma mirë më kopë se me ble. E në të një e qyqe notes. Oj none, Safie. oj none, Oj, Gjur. oj none, Mirë. në shkujte bre anon. Pas jo një rofë qa pi Oj bëndona. none, Po drejt. ma, oj Qa none, kimëren? oj none, Ua, në Gjur. shkujte ti Ta më doj anon. hojë këtë ma po t'dine, ha? Oj non bre, oj non bosh jetën tone. Këshyrën vish një herë. Mos në bashkë se balmojnë ç'keli me kërë. Ta noni fuzën kur qesë helikoptera ku minë. Non, thove i nonën pere mënë si krone. Hajt bre non mos u badreq. Ty besti këpo, Për asfalt s'na keno keq. se në kesh t'jeli. Vete lype oj Sofi. Mës me lip kusht të Ta bëja. mu sharë mu qëzi. Usha i mirë. Parlament prej se ke hi. Jo ku rafinu pasha zëtin. Na ke po krejt zipi di. Pa të në se fi nëmër 30. Oj none, Safia ti fjete, bre. oj none, Oj, Merkel. oj none, na lujte ti anon. Po drejt. Oj none, Kaj! oj none, mamush. Oj none, Vazhlan. na lujte ti anon. Oj, Safie. Jemi këtu në spektaklin tuaj, jemi këtu në sheshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur. Aty ku vërtet për herë flasin protagonist të zhanreve, të segmenteve të ndryshme jetësore, mbi të gjitha. Ata janë personazhe të veçanta, në kurrizin e të cilëve bartin krijimtari të shumta e të ndryshme. Këtë javë kemi fatin e mirë e të rrallë që ti kemi mysafir disa kritik letrar, poet, eseist, letrar, e që këtë gjë ne ka ofruar dhe mundësuar një shkrimtar yni, një aktivist, një patriot, një mërgjimtar gjatë, 20 vjetë në mërgjim, ai që për herë na sjell gjëra nga më të bukurat, sidomos në botën e letërsisë. Dikur, në çdo kohë e në çdo moment, ishte derë e hapur për të gjithë veprimtarët e çështjes kombëtare, që nga presidenti e eteri territori. Reshat Sahitaj, faleminderit që i këtu. Me neve sonte janë disa mysafir të nderuar, është ky një kritik letrar, poet francez, një profesor, një zotri i nderuar që quhet Daniel Luers. Bashkë me të, mysafire të nderuar, e kemi një poete, shkrimtare, eseiste, përkthyese franceze, Nicole Baril. Mirë. Dhe e kemi Fatima Guemia, e cila është një figurë kulturore franceze,
me një pozicion shumë të rëndësishëm, një poete, kritike, e kështu më radha. I kom thonë gjitha, kështu më. Edhe gjithmonë frontmeni këtyre gjërave të bukura, që në realitet është frontmeni i asaj që ndodhë këtyre ditëve në Kosovën tonë të dashur, është simpoziumi i 14 që e organizon me përplot poet, shkrimtar, kritik, publicist, gazetar, nga gjithë bota, dhe kështu fiton karakterin ndërkombëtar i 14 me radhë në Kosovën, në Shqipëri, organizuar nga Unioni i Shkrimtarëve dhe kritikëve shqiptar, kryetari së cilës është zotri Reshat Sahitaj. Mirë erdhe. Si diçka që është e bukur në krejt përmbajtjen e vet, edhe qendrore, sot Danielin e nderuar e kemi pas musafir dikur këtu në Odeon para disa vitesh, edhe kemi biseduar gjatë. A pja përkthen se po I hap syt, po me kallëzu çka po themi. Il dit que Daniel était notre ancien parce qu'il est toujours il est venu ici, chaque fois, donc il est notre ami de toujours. Krejt biseda jonë kam rrjedh me përkthimin që na kam mundësu dhe na mundëson shkrimtari ju nderuar, e publicisti, eseisti, Reshat Sahitaj. Reshat me na fal, unë krejt munduhem ka pak me I bërblat, po dobët, kështu që përkthimin kemi me talon sot edhe pse kemi pyetje për ty, sepse gjëja qendrore për të cilën do të flasim ne është romani Iliriana, që është botuar edhe në gjuhën frenge, edhe në gjuhën shqipe, e që është promovuar këtyre ditëve me autor Reshat Sahitajn. Diçka që është më qëndësore në këtë gjë është e bukura asaj sepse ky roman ka zgjuar kërshërinë e kritikës e lexuesit francez, po edhe në nivel ndërkombëtar, sepse së shpejti do të botohet edhe në gjuhë të tjera. Unë bisedën do ta orientoj me ata që u bën si bashk autor të këtij romani Reshat. A do m'ja u përkthy? Je vais faire ce qu'on va discuter avec vous ce soir. E kemi zotrin e nderuar Daniel Lëvers, a thash mirë? Po, shumë. Daniel Lëvers, që është profesor, kritik letar dhe parathënës I romanit Iliriana. Zotri Daniel, mirë se erdhe. Bienvenue. Pyetja ime për ju do t'ishte çfarë ju shtyu që të pranoni dhe të shkruani parathënien e romanit Iliriana. Qu'est-ce que vous a poussé d'écrire le... Voilà, c'est un devoir d'amitié, puisque je viens au Kosovo depuis presque 20 ans, savoir que notre ami a écrit plusieurs romans et que celui-ci a été encore plus remarqué que d'autres. Il était temps qu'il soit publié en français et dans la collection L'Harmattan, il est bon qu'il y ait toujours un préfacier qui explique pourquoi ce roman est important. C'est ce que j'ai essayé de dire, en terminant d'ailleurs par une formule où je place Reshat très haut, puisque je le compare à Milan Kundera, qui a écrit l'insoutenable légèreté. L'insoutenable légèreté de l'être. Et dans l'œuvre de Reshat, c'est le thème de la pureté qui m'a beaucoup guidé. Et j'ai dit on aurait pu intituler son roman L'insoutenable pureté de l'être. Vëllët që është një miqësi e gjatë që jemi duke ardhur në Kosovë, ka 20 vite që unë vazhdimisht vi në Kosovë, dhe është një detyrë ime që letërsinë tonë të ndihmoj në përhapjen e letërsisë sonë jashtë vendit tonë, dhe kemi një miqësi e cila më ka shty që e kam bërë parathonjen për shkak sepse duhet ta veçoj rëndësinë e këtij romani, se Reshat ka botuar edhe romana tjera, mirë për ky është një roman I cili na ka tërhequr vërejtën jo vetëm mua, por edhe të tjerëve, edhe prandaj e kam krahasuar me Milan Kunderën, me romancierin, me romanin e tij, dhe pra unë jam I kënaqur që po. Cilat janë elementet letrare që e bëjnë këtë roman, Ilirianën, të veçantë në kuadër të letërsisë ballkanike, apo në raport me letërsinë ballkanike?
Quels sont les segments qui sont plus spécifiques de ce roman qu'on peut faire placer dans la littérature balkanique? Bon, je ne situerai pas Rechat totalement dans la littérature balkanique. Pour le peu que j'en connais, il y a des côtés patriotiques qui ne sont pas présents, ou qui sont d'ailleurs plutôt dénoncés par Rechat. Je crois qu'il se situe plutôt à un niveau universel que purement balkanique. Reshati nuk e muj me krahasu me literaturën ballkanike, sepse Reshati ka tek kalu kufitet e tërësisë ballkanike, por romani i tij është universal, botror. Këtu ne, si që paralajmëruam është Nicole Barrier, një poete përkthyese e cila është përfshirë në revizionimin, sepse e ka përkthy vajza juaj. Përshtatin, po. Kjo ka bë përshtatjen në gjuhën frenge të romanit Iliriana. Është nësi që të kemi këtu, Nicole Barrier. Le plaisir d'avoir ici. Merci. Si ka shku procesi i përshtatjes, si përkthimit të romanit Iliriana nga shqipja në frëngjisht, edhe a ke has vështërsi në këtë punë? Comment c'était procès de faire révisionner ce roman et est-ce que tu as trouvé des obstacles pour faire ça? C'était difficile ou c'était comment? Dans un premier temps, c'était assez difficile parce qu'il fallait rentrer dans l'histoire. Et c'est une histoire qui est quand même compliquée, qui a un fond historique compliqué. Mais finalement, au fil de la révision, je suis rentrée dans cette histoire et elle m'a passionnée. Në fillim ka qenë shumë vështirë sepse pas pare është dashur me lexu këtë romanin për me hinë në thelbin e ngjarjen historike të romanit dhe pastaj kam qenë pasionuar dhe kam bërë me dëshirë. Cili aspekti i romanit u kon më i vështirë për ta përkthyer përshtat frëngjisht? Emocionet, termat kulturore apo contexte historique? C'est le contexte historique qui a été le plus compliqué pour moi. Parce que les émotions, les sentiments, ils sont universels, comme l'a dit Daniel. Le contexte historique est moins connu. Enfin, en tout cas, pour moi, je le connaissais moins. Konteksti historik po ka qenë shumë më i vështirë për mua sepse unë në kontekstin historik nuk e kam ditë situatën e ngjarjeve që zhvillohen këtu në Kosovë, kurse emocionet ato janë të Reshatit, siç tha Daniel Zilversi, që janë emocionet e Reshatit janë universale, do ato. Edhe janë njerëzore sigurisht, universale, ha. Shumë mirë që ke mësuar kontekstin historik, ke mësuar. Besoj keni mësuar pak më shumë, ha. Vous avez appris quelque chose sur le contexte sûrement parce que Tout à fait, tout à fait. J'ai appris l'histoire compliquée des Balkans. Tanto historinë e komplikuar të Ballkanit për këtë romanin. Shumë e komplikuar edhe ky edhe personazhet I ka bërë të komplikuar brenda në këtë kontekst. Même les personnages de moi ils sont compliqués, même les personnages sont compliqués. Non, pas trop. Pas trop. Si janë të komplikuar. Mirë janë, ha? Si janë të komplikuar. Fatima, mirë se erdhe. Bienvenue. Si, merci. Bienvenue, hein? Merci, merci. Aktiviste, eseiste, frankofone që ka shkruar mbi romanin edhe ka shkruar kritiken për të, ha? Po. Edhe në diskutime kulturore ka vënë pa romanin Iliriana kohëve të fundit. Fatima Guem, Oui. çfarë ndikimi pati tek ju personalisht romani Iliriana kur e ke lexuar për herë të parë? Quel impact avait le roman Iliriana quand tu as lu pour la première fois? Moi, j'étais très contente de découvrir la traduction de ce roman. Je connaissais déjà, j'avais rencontré Rechat un peu avant où il avait fait une délégation, il avait amené des poètes et écrivains de Kosovo et d'Albanie à Paris. Donc on a découvert un autre monde. Et dans ce roman, je trouve que c'est ce qui frappe, c'est sa densité politique et poétique qui m'ont plu.
Reshatin e kam njohur edhe para një viti kur ka qenë në Paris, kur ka prezantuar antologjinë e poezisë shqiptare bashkëkohore në Paris, dhe prej atëherë kemi filluar, por këtë roman kam gjetë dënsinë, thellësinë e romanit, domthonë që një dënsi të mirë të romanit, dhe kjo më ka pëlqyer. Et il nous rappelle, ce roman, que la littérature, c'est aussi un lieu de mémoire. Et on part à travers ce roman dans le tumulte des Balkans. C'est une découverte pour le lecteur français. Et en même temps, il y a tout un langage universel qu'on retrouve. Et je suis contente de pouvoir témoigner ici sur cet ouvrage qui a beaucoup de très bons échos dans le lecteur français. Une belle découverte. Jam shumë i kënaqur që e kam lexuar këtë roman dhe që ky roman ka impakt në televiziusit francez, është domthonë për historinë të trubullirave ballkanike që janë këtu, dhe unë kam mësuar shumë nga ky roman dhe jam shumë e lumtur që kam arrit jo ta zbuloj, por të mësoj për këtë vepër letrare që ka karakter universal. Zonja nderuar Fatima, a mund të konsiderohet ky roman si një urë dialogu mes popujve ballkanik? Est-ce qu'on peut considérer ce roman comme un pont de dialogue entre les peuples? Moi, je trouve que c'est un témoignage aussi d'une période, d'une époque. Là, on est dans une époque où les identités, les frontières sont instables. Et je trouve que vraiment, c'est un ouvrage qui qui témoigne, et on se retrouve dans ce tremblement que l'auteur décrit, ce tremblement au niveau des identités, des frontières. Është këtë romani, janë ato tërmeti që zhvillohet në mes popujve dhe kufive. Tani mo, ky roman është që tregon shumë gjëra dhe mëson njeri shumë gjëra rreth problemeve që janë krijuar dhe identitetit, natyrisht identiteteve kulturore, kombëtare. E tash pikërisht kjo më çante më kthy tek zotri Daniel. Zotri Daniel, në që mënyrë iliriana reflekton universalitetin e temave si dashuria, egzili dhe përkatësia. Qu'est-ce que vous pensez que cet roman, qu'est-ce que vous trouvez qu'il passe exil, c'était exil? Po, dashuria dhe përkatësia. Ou l'identité? Oui, Qu'est-ce que vous avez trouvé? I ka cek në parathënie. Que vous avez déjà écrit dans la préface. Moi, je pense à ces mots d'identité, oui, il y a une recherche de l'identité, mais je pense que surtout le roman doit sa force à la conjugaison de l'histoire avec un grand H et de l'amour avec un grand H aussi. Nous sommes dans une histoire, enfin c'est l'histoire des Balkans peut-être, certes, mais c'est une histoire universelle de ce héros qui se retrouve en prison, des années de prison. Beaucoup de gens dans les Balkans ont connu cela, mais tout cela vient de cette mauvaise influence du stalinisme, disons. Et donc il y a une espèce de constat de désillusion par rapport à certaines idéologies qui pouvaient paraître fraternelles et qui ont été opprimantes pour les hommes. Et le don de Reşat, c'est d'introduire dans cette histoire, avec un grand H, l'amour, et l'amour qui permet certaines sublimations, car le héros, c'est quand même important, ça étonne peut-être un lecteur occidental, le héros aime une Serbe, kosovare serbe, il est possible d'avoir une histoire d'amour. Et là, ça casse le problème des frontières et on va vers un autre type d'identité fraternelle, et c'est cela que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire d'amour qui est très intense dans les dernières pages du roman.
avec l'héroïne qui termine dans la maison, dans un hôpital psychiatrique. Enfin, les choses vont très loin, mais on se demande si l'hôpital psychiatrique, ce ne sont pas les régimes politiques qui mériteraient d'y entrer. Është dashuria që ka përshkruar Reshat Saite në atë romanin, është me ngjarja historike me madhe. E kjo e vlen, por tash heroina pëse është shumë vështirë, nuk është shumë vështirë për tjertë, por një shqiptar të dashurohet me një sërbe po zomë, dhe ajo tash ndryshon, se historia gjatë të romanit ndryshon, edhe në fund dashuria është e përshkruar në atë mënyrë sublime, dashuria është sublimuar, dhe në fund ne gjejmë një personazh në azilin psikiatrik dhe vjen pyetja a duhet të shkojnë në azilin psikiatrik tjertë apo këta që janë aty në atë azil psikiatrik. Edhe kjo është një pyetje që pastaj lezuesit le ta Si ajo tha, nuk e kom fajnë unë, fajnë e kanë ata, në realitet nuk... Atëherë kam një pyetje për Fatimen, pikërisht lidhur me këtë. Si e shihni figurën e Zoricës, vajzës serbe, në raport me përplasjet e identiteteve në Balkan? Comment vous voyez la figure de femme Zorica avec Në Balkan, rapportet, identiteteve në Balkan. Avec les Balkan. rapports identité au Balkan. Parce que la Zorica c'est une Serbe, et comment vous voyez dans le Balkan les rapports? Mais je vois, c'est une histoire universelle de femmes, d'amour. Donc ça peut être une histoire universelle de n'importe quelle femme de n'importe quel pays peut vivre cette rencontre, cette histoire d'amour, ce déchirement. Donc voilà, c'est quand on parle d'universel, c'est vraiment ce dont il s'agit. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tant que femme. Unë kam përjetuar si femër që jam, kam përjetuar se kur flasim për temën universale, romani është temë universale, edhe dashuria që trajtohet në këtë temë, figura e femrës që trajtohet në këtë temë, është temë universale dhe kjo mund ndodh në çdo popull, në çdo vend, jo vetëm Ballkan, por kudo në botë. E unë kështu e shoh si femër që jam, në këtë mënyrë e shoh figurën e femrës Zorica. Tek romani. Atëherë kam një pyetje për Nicole Barrier. Si reagoi lexuesi francez pas leximit të romanit Iliriana? Comment le lecteur français peut trouver le roman, perçoit le roman? C'est un roman de résistance, et cette notion parle aux Français. Donc l'idée de résistance est très forte. Et d'un autre côté, Iliriana, la femme, c'est une figure mythique de la liberté. Et ça aussi, ça parle énormément aux Français. Résistance et liberté. Roman trajton është një rezistencë. Romani është një rezistencë dhe figura e Ilirianës aty është po ashtu një figurë mitike, është e fortë dhe natyrisht që është, kur thomi për temën universale, është kjo temë universale dhe është një, edhe kjo i reziston, lexuesit francez i kanë dëshirë temat që rezistojnë, të rezistencës. Zotri Daniel, edhe vetë Reshati, absolutisht edhe pse kishte një bindje që gjërat shkojnë mirë me Ilirianin në botimin francez, po për neve ka shumë rëndësi kjo që romani zgjoj këshërin e kritikës tek francezët edhe të lexuesit në përgjithësi. Po a do ta konsideronit Ilirianën një libër që përçon shpesh një shpirt thjesht tepër të madh? Qu'est-ce que vous pensez que la figure d'Iliriana, elle représente un esprit très grand? Oui, moi j'ai bien aimé que le héros, parce qu'on s'attend quelquefois que dans des pays, dans les Balkans, qu'il y ait des romans un peu engagés, qui défendent une cause, la cause patriotique, kosovare, etc., etc. Or, nous avons ici un héros, je dirais pas,
qui ressemble à l'étranger de Camus, mais c'est quelqu'un qui a une pureté, mais qui ne sait pas exactement où il veut aller, si ce n'est connaître l'amour pur dans une société fraternelle. Oui. Et lui, il tombe sur les obstacles incroyables qui est ce... Vous allez à une manifestation, vous n'y participez même pas, la police vous arrête et vous passez déjà 2 ans en prison. C'est quelque chose, je pense que là, il y a une dénonciation de la barbarie humaine chez ce héros dont on se sent très proche parce que il est faible, il est pur, Oui. Dans la prison, il a même des attitudes très très pures et la police, les gardiens font de lui, on instruit tout un dossier pour le diaboliser. Et ça, c'est très fortement montré tout au long du roman. Je dirais qu'il y a un autre aspect, c'est que notre héros, il est un moment tenté, il va chez son oncle, etc., de retrouver des sources lointaines, historiques des Balkans, et que finalement, Rechat montre que ces sources historiques, loin d'être exemplaires, eh bien, parmi les héros historiques, il y avait aussi des gens qui étaient plutôt mauvais du côté du mal plutôt que du bien. Et j'ai trouvé ça très intéressant de la part de Rechat de dénoncer un peu ce que je constate chez beaucoup d'écrivains dans le monde entier. On veut revenir à ses racines. On veut revenir à ses racines, alors que Rechat montre que le héros, il peut aller vers un présent et un avenir qui sont beaucoup plus intéressants que ce passé qu'il finalement il dénonce. Romani Rechat Saiti thotë është një roman I cili se shumë shkrimtarë që janë me romane të angazhuara, është I angazhuar, kurse Rechat Saiti nuk angazhohet në roman, por Elena është një hero shumë I thjeshtë, një hero, një djali I ri, I thjeshtë, që hin me një demonstratë, që s'ka hin demonstratë, marrin e rejnë policia, ashtinë për burgje, torturojnë edhe ka 100 probleme, ne jemi e njim vetin afër këtij personazhi dhe ne vuajmë bashkë me personazhin, sa është qaq I thjesht, ai s'po kërkon kurrë, ai kërkon dashurinë, ai kërkon diçka që është e thjeshtë, mirë po sa herë mendojmë se ne ai do të lirohet nga burgu dhe do ta fitojë dashurinë që po kërkon, ai përsëri futet në angranazhe të ndryshme, në kurtha të ndryshme, personazhi prej një problemi del me dilet një problem tjetër, një pengesë tjetër dhe gjithmonë kemi dashuri për këtë personazh. Po është me rëndësi po thotë se shumica autorëve, jo vetëm shqiptar, por edhe autorëve të huaj kthehen në rrënjët e historisë, për me thonë që kush jemi na përpara, kush kemi qenë, çka kemi qenë. Rechat Saiti në histori nuk kthehet mrapa. Rechat Saiti intereson në romani Iliriana, përmes romanit Iliriana Rechat Saiti mendon për tashmen edhe për të ardhmen, domthonë për përparimin e shoqërisë, për të ardhmen dhe natyrisht për tashme dhe domthonë kërkon një dashuri të sinqertë, në fjalën dashuri të ka edhe terma tjera, shembull dashuri për adhem, dashuri për dashurinë e vërtetë të femrës edhe dashurinë për mëshkuat dhe jo përpara. Dashuria gjë e më e fuqishme, ha? Dashuria është gjë e më e fuqishme fakt. Edhe ky ishte agimi që përçon. Ishte, po, ky agimi që shkon prej burgut në burg, prej policisë, prej rrahje të ndryshme që do të flasim edhe bashkë për këtë, e këtu me agimin nuk e mbyllim, po shkojmë me marketing e kthehemi pas pak. Jemi rikthyer. Edhe Fatimia ka reaguar më njëherë duke dëgjuar Daniel Lovers, tha, kam një propozim. Po Fatima? Oui, je voulais dire que en écoutant les propos du professeur Daniel Levers, tout de suite, je l'ai entendu me rappeler le roman et j'ai vu des scènes de films. Et c'est vraiment un film, ce roman, on le verrait bien adapté au cinéma, et même un cinéma international, parce que vraiment, le sujet est tellement universel, l'écriture est sobre, on dirait c'est une écriture de scénario de film. Il est prêt pour qu'on le voit en film.
Po, zotri Reshat, kemi na falë që të lodhëm të përkthy, po kemi përkthy sonte te në fund. Kjo tha se duke dëgjuar profesor Daniel Leversin, unë më njëherë më shkoj mend edhe këto skena i përjetoja, si edhe thoja vetë në veti, po t'ishte bërë ky roman film, sepse është tema universale, është temë, jo vetëm bëhet një film, jo për shqiptar, po të bëhet një film internacional për botën, sepse është një temë qaq e mirë dhe thotë mu qaq shumë ka pëlqy, por gjatë bisedës me Daniel, po kjo ide më dha. Se thjesht në thelb dashuria, gjëja më fuqishme në këtë botë. Po. Para dashurisë për çdo gjë, dorëzohet çdo gjë. Bile ka njëherë kur dashurohet njëri si ti dikur para beharës, veç atëherë dorëzohet në... Unë do të doja që më ju thonë miqve tanë që Reshati ka lujt në seriale franceze, edhe kishme qenë mirë francezët, mi a kthy borçin me ban një film që do të bëj edhe serial për romanin Iliriana. Bon. A pio për këthen? Et dit que, puisque Rechat il a joué dans la série en France de Canal+, alors le Canal+, la France, il fait un film pour cet roman, comme ça il fait... Alors je suis d'accord, c'est un appel lancé parce qu'on a envie de le voir au cinéma. Je suis d'accord. Merci. Nicole, si pour aller en Kosovo, tu le ditve. Comment tu passes au Kosovo ces jours-ci? Comment tu passes au Kosovo? Oh, formidable. Formidable. Marvelous. Duke qenë edhe poete që jeni, a shihni poezit fshehur në këtë prozë të Reshat Sahitajt? Comme vous êtes poète aussi, est-ce que vous voyez les choses poétiques dans ce roman de Iliriana? Dans ce roman, il y a des côtés extrêmement sombres de terreur et de surveillance d'un régime, de la prison. Et de l'autre côté, il y a la figure de la liberté et de l'amour. Et ça, c'est vraiment l'essence de la poésie. Në këtë roman ka gjërat e tmerrshme, torturat e tmerrshme, por në këtë roman ka dhe dashuria që është, dhe prandaj kjo është një lloj poezie në vetvete. Duke qenë poezi është edhe këngë. A t'ja bëjmë edhe një këngë? Ja bëjmë edhe një. On va faire une chanson aussi pour ça. Voilà, l'essence de la poésie. C'est très joli. Zotri Daniel, tash një pyetje, a mendoni që lexuesi francez e sheh këtë roman më shumë si letërsi egzotike apo si një letërsi të barabartë evropiane? Pak a shumë na thatë, po duhet edhe më shumë. Jo për tjetër, po për faktin që vërtet Iliriana në gjuhën frenge ka zgjuar kërshërinë e kritikës edhe të lexuesit francez. Puisqu'on parle de ça, est-ce que vous trouvez que Iliriana c'est un peu exotique ou bien pas exotique, ou bien la littérature, comment vous voyez ça? L'adjectif exotique me gêne, oui. Oui. Non, il n'y a pas... Évidemment, on sait qu'on va vers le roman d'un auteur kosovar, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, je ne trouve... Bon, il y a des allusions à une histoire très prégnante, mais qui est en même temps une histoire universelle. C'est l'histoire de la tyrannie, c'est l'histoire de ces gens qu'on met en prison sans aucune raison, des États qui tuent. Et donc, exotique, le mot exotique pour moi est tout à fait charmant, mais bon, c'est souvent le support d'une littérature un peu facile. L'exotisme, c'est un peu comme la mer qui, dans votre beau studio, est en train de nous bercer, tandis que Reshat ne nous berce pas, il nous met souvent au fond même de la tragédie, de la prison, de la solitude, avec, heureusement, le rêve d'amour. Kjo është unë e urrej të flasë se kjo romani është eksotik, hadis, kam qef me thonë se thasha pak më përpara që s'është ajo, sepse eksotik shamba jemi shumë mirë edhe këtu që këtu a përshef të pamjet të sene që na glamour në krejt. është duke na përkundur, po thot për Reshat Sahitaj, nuk është duke na përkundur ati të regon vrasit që i kanë bërë në për burgje, në arrestimet të ndryshme që i kanë bërë, pra normali nuk ka as pak të bëjmë me ekzotizëm, po kjo është një temë, po të thashe edhe më përpara, se është temë universale. A mendoni se lexuesi francez e sheh absolutisht këtë roman
si letërsia barabartë evropiane. Pensez-vous que le lecteur français va voir comme lecture la même chose comme européen? C'est pas, on dit... Jo veç balkanik. C'est pas je balkanique. comprends. Oui, non, je vais toujours dans le sens de l'universalité. Je pense que c'est... Oui, c'est un roman européen, mais c'est un... Oui, peut-être essentiellement européen, parce que la prison, tous ces restes du stalinisme, bon, c'est quand même du côté de l'Europe que ça s'est très aggravé. Është roman balkanik, është roman europian, sepse në këto shka flitet në roman do të që në atë kohën e stalinizmit, ato torturat që më tjera, ky nuk është roman balkanik, është roman europian. Dhe sjell diçka shumë universale për ne. Fatime. Oui. Si e Fatime? Comment tu vas? Je suis très heureuse de participer à cette rencontre. Si ke kalu me botën shqiptare në këtyre ditëve? Comment tu as passé avec les Albanais ces jours-ci? C'était vraiment une belle rencontre. Je connaissais un petit peu, nous avons un de vos auteurs, je ne sais pas si je peux le nommer, qui est très connu en France, celui qu'on connaissait beaucoup, qui est bien traduit, c'est Ismaël Kadare. Et du coup, c'était un voyage, parce que moi, je l'avais découvert dans mes premières lectures. Et là, d'avoir, il y a quelque temps, découvert aussi les auteurs que nous a présentés Rechat. Rechat est un ambassadeur de la littérature, je pense. Et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est une belle rencontre. Ce symposium de poésie qui est organisé autour et la présentation de son roman m'a fait rencontrer aussi d'autres auteurs. Et en fait, je me suis retrouvée dans les festivals ou rencontres du monde. C'était le cachet de la région, mais aussi des auteurs du monde entier. Voilà. Jam shumë e kënaqur, jam duke kaluar shumë mirë, thotë dhe Reshatin e keni ambasador universal kështu në Oui, les écrivains. Atëherë, çfarë mesazhi universal duhet me nxjerr lexuesi i ri evropian prej këtij romani? Quel message universal que le lecteur européen peut trouver dans son roman? Eh ben, c'est toujours d'abord, c'est la force de l'amour dans toutes les situations, et puis l'impossibilité de choisir un camp ou l'autre. C'est ça, la force de la liberté aussi, de pouvoir choisir, et l'amour qui est universel finalement, cette solidarité, rencontre, se découvrir pour s'aimer. Forca e dashurisë Këtu le, pa problem, falë. Kjo është, thotë këtu, mesazhi është forca e dashurisë, që është universale, forca e rezistencës, po ashtu. Domthonë është një mesazh kryesor është kjo, thotë. Nikol, a mendoni se romani Iliriana kontribon në afrimin e kulturës shqiptare me botën frankofone? Pensez-vous que l'Iliriana peut contribuer à l'approche de la culture francophone et avec les Albanais? Donc une approche. Le rapprochement entre les deux, les francophones et les Albanais. C'est un roman qui prend aux tripes et il nous amène à réfléchir sur ce qu'est la liberté et la démocratie. Et ça, c'est très très important parce que ça met en perspective la liberté d'expression et c'est une chose que nous devons défendre dans tout le monde occidental. Kjo është një roman që ne duhet ta mbrojmë në kulturën perëndimore, është një roman I cili e mbron të shprehjet e lirisë, të lirshmësh, dhe është një roman I cili domosdoshmë është ka forcën e vet speciale. Të fuqishme, absolutisht. Mr. Daniel, personazhi Agimit, si personazh kryesor, a mund të krahasohet me heroj të tjerë të letërsisë moderne evropiane, edhe botërore? Le personnage principal, Agim, est-ce qu'on peut comparer avec un personnage dans la littérature européenne ou mondiale? Bien sûr, oui. Naturellement. Oui, mais à qui
s'il fallait faire une comparaison, les choses ne me viennent pas. Po i me bëj çtash me për një herë atë krahasimin me një personazh. Po, në këtë moment. Por si ata heroj që i ke në fantazi është aty. Ce qui est plutôt un éloge pour Rechat, parce que on peut dire, oui, il écrit ce roman, on l'a déjà lu sous une autre forme. Là, il y a quelque chose de très original chez ce héros, qui est une espèce de anti-héros, qui n'a pas de ligne directrice. Et c'est ça qui est très intéressant dans un roman, c'est son caractère poétique aussi. Il y a un philosophe qui a parlé de la poésie comme les chemins qui ne mènent nulle part. C'est Heidegger. Eh bien, ici aussi, même quand on a fermé le roman, on ne sait pas où ça va mener, si à nouveau notre héros qui semble à un moment être sauvé ne va pas retomber un jour en prison. Të folish për Reshatin, për romanin e Reshatit, me thonë që është roman i mirë, është anena me bon lajka, unë nuk e kam ata, thotë, nuk më bo ashtu, por për romanin e Reshatit shtin, thotë, fut edhe kur ti mshelish faqet e romanit, këtë shtin me mendu që ka do të bëhet ma vonë. Dhe ka qasi vujtje, ka qasi përshkrimesh që nuk të lënë të qetë në asnjë moment. Pra, ka si që thot Heideggeri, thot, që poezia shtin kudo s'ka kërkun në rrugdalje kërka. Edhe romani i Reshatit është një roman i cili shtin labirinteve të ndryshme, që edhe pasi ta lexojmë, ta përfundojmë, thush çka u bë më vonë, çka do të bëhet më vonë. Do të shtin me menduar të ardhmen. Atima, si e shihni venin e Reshat Sahitajt në letërsinë bashkohore francofone, me që jemi francofon këtu? Puisqu'on est tout le monde francophone, il dit comment vous pensez, quelle place peut avoir Reshat Sahitaj dans la littérature francophone? Comme écrivain. C'est la rentrée littéraire. C'est la rentrée littéraire actuellement et je pense que c'est une écriture nouvelle et c'est aussi une belle découverte. Donc il a toute sa place, surtout il paraît dans cette rentrée littéraire où on est à l'affût à découvrir des nouveaux auteurs. Et il est traduit en français et cette traduction est vraiment un beau cadeau de la littérature. Është një dhurat që i bëhet Reshatit, thotë, sepse në shtator zbulohen autorët e famshëm, autorët e veçantë, edhe romani, si shta Daniel Livesi përpara, ka një originalitet, Reshatit ka një originalitet në shkrimin, në mënyrën, në stilin që është duke shkruar, pra kjo është një dhurat për te që është bëhet tani shtator dhe që ka fillu të ketë jehon qenë mujnë e parë. D'autant plus que la francophonie est très importante en France et c'est vraiment un pays où on édite beaucoup et on lit beaucoup et on découvre les auteurs africains. Par exemple, l'Harmattan, c'est une maison d'édition qui est ouverte sur les auteurs des 5 continents et vraiment c'est une belle découverte et une belle rencontre. Je pense que ce roman a tout à fait sa place. Mendoj po që Harmattani boton në 5 kontinentet e botës, edhe romani i Reshatit që në fillim ka filluar të zë një vend, dhe është një fillim shumë i mirë, shumë i mbarë, dhe mjafton kjo që ne do mund ka fillu të ketë jehon kudo atje. Në Francë nuk është letë po në Harmattan të botosh. Po, që t'ja u themi shikuesve, dëgjuesve, ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë, që Le Harmattan është shtëpi e madhe e fuqishme botuese, Po. Në Francë, ku janë botu shkrimtarët, poetet, ndër më të mëdhejt në botë. Dhe që ka botu në Liriani. Dhe bisedojmë pak me Reshatin, se deri tash veç na ka përkthy, e në realitet kemi fol një herë shumë pak për romanin Iliriana, e tash e kom pas një herë një rubrikë, thoja, kam 10 pyetje të shpejta dhe kërkoj 10 përgjigje të shpejta. Uri kam ko gjatë pyetje të shpejta. Nuk shquesh për përgjigje të shpejta, po sonte kena me t'i kërku. Pikës parit falimderit që ke ardhë ta promovosh romanin Iliriana, që unë e kam prit me padurim, të falenderoj nga zemra që edhe ma ke dhuru, a ditë në promovim jam knash për faktin se po promovohej një libër që vërtet ka zgju kërshërin së pari të lexuesit frankofon, të kritikes, edhe letrares frankofone, edhe së shpejti, apresim me në përkthy edhe në gjuhë të tjera.
Kjo varet ma vonë nuk dihet. Varet se kjo është shtëpia botuese, a mundet shtëpia me botuese ndodh- ka të drejtat jo. A shtëpia botuese i ka të drejtën. A mundet me ndodhë që ata na bëjnë që të mirë, e përkthejnë anglisht edhe të na i s'kemi nevojë, çfarë? Po duhet me pas kërkesa, ajo është çështje të ardhme. Tash e atyre, Tash është e çështje lë Armatan. atyre. Po. ajo Ku është drejtoresh? Edhe Nikol? Nikoli është drejtoresh e Aksantonik, kurse kjo është po ashtu drejtoresh Le scribe l'Armatan. Scribe Armatan. Do të dyat janë drejtoresh në Armatan, por i kanë sektor të ndryshëm. sektor të ndryshëm, mirën me libra të veçanta të ndryshme. Një drejtoresha. Kurse Danielin e kemi kryetar të AICL. AICL. Il va conclure. AICL-i është, që ta themi, pak më shumë për shikuesin, kam pak shumë shënime, se edhe kam shumë musafir, po AICL është Asociacion International de la Critique Littéraire, Asociacioni ndërkombëtar i kritikës letrare. Zotri Danieli është kryetar aty, edhe bashkon kritik letrar, studius, gazetar, krijues nga gjithë bota, me qëllim që të nxjisë dialogun ndërmjet krijimit dhe reflektimit kritik mbi letërsinë. Do me thonë, kemi njerëz shumë kompetent që kanë qenë, janë bërë gjatë rrugtimit si bashkautor me Reshatin, po që janë shumë kompetent për atë që flasin edhe që e kanë bërë tek romani Iliriana. Edhe ju faleminderit shumë. Reshat pak po flasim bashkë. Çfarë përvojash personale ose kujtimesh ju kanë frymëzuar për romanin Iliriana? Romani Iliriana e kam shumë kohë gjatë, shumë një kohë gjatë e kam në mendje dhe domethënë ka 10 vite, 15 vite që e kam në përmendje, kam bërë koncepte të ndryshme, por është 3 vjetë është proponim kjo, që 3 vjetë që kam kry, po tani është botu, po kam pas qef që të botohet në mënyrë precize kur gjë pas ketë gabim, në asnjë mënyrë, as në stil, as në formë, as figura të ndryshme. Pra kam 3 vjetë kam punuar në këtë roman bashkë me Danielin, bashkë me Nikolin, bashkë me domethënë kemi bërë që të jetë roman pa gabime. Pa gabime. Pse titullove Iliriana kur reagimi është personazh aty kryesor? E titullova Iliriana për shkak se keni pa ju Ana Karanina e plotjer, tash do me gjetë një emën tamam shqiptar dhe që i përfaqëson më bukur pra Iliriana është e personifikon edhe dashurinë, dashurisë, fuqinë na bëjmë çdo gjë. Po sa autobiografik është për juve personazhi Agimit? Po në fakt Agim Berisha. 50% e romanit është pjesa jeme biografisë time, sepse ju keni pa këtë roman është edhe Ibrahim Rogova, është Femia Gani, vrasja Femia Ganit, puna e Ibrahim Rogovës është komunikat. Krejt periudat historike ndërthurën. Ndërthurën aty shamëllëki, komunikata e Belga Presit është originale, ftesa e Ibrahim Rogovës për shkuën Parlamentin Europian janë originale, janë të kopjume, por edhe të përkthyme në gjuhën shqipe. Do çdo gjë është biografia jeme, 50% kësaj është biografia jeme, mirë po pastaj tjerat janë pjesë e imagjinatës sime që kam bërë për këtë roman. E kishe planifikuar me ndërthurë dashurinë edhe politikën në një fal linje të përbashkët narrative, Po kam dashur që heroi im të mos jetë një hero i gurit, siç i bëjnë zakonisht shumica e shkrimtarëve, hero i gurit që ja vran djalin nuk qan, ose a keni pa na shpesh mburrim i krenohet se nëna shqiptare s'ka çajt për djalin që ja kanë vrarë policia. Ajo është janë mbysim emocionin. Ajo s'ka nënë që nuk qan për djalin, nuk ekziston në histori as psikologji as kërkun, siç thonë nënë qan për djalin se unë tu lexoj romanin çaj. Se le bo me ta me djalin dikush. Po unë kam shkuar në mënyrë ta bëj sa më thjesht, sa më normale, ç'është është jeta normale e njerit, ç'është është jeta e nënës, ç'është është jeta e babës. Për shembull Adem Jasharin me përshu Adem Jasharin kisha përshkruar në mënyrë thjesht, ç'është ka qenë, sa kujtohet që ka pas vetë Adem Jashari ku vra Hamza aty s'ka kujta. Ato janë imagjinata e shqiptare që dënë me po njerin figurën e shqiptarit me bo zot. Nuk bëhat ashtu. Romani për shto për këtë romani im ka gjetë përkrahje kur e lexon i huaj e shes është temë universale. E ka perceptuar, e ka akceptuar tamam. Agim Berisha është temë, është personazh hero si në Francë, si në Amerikë, si në Meksik,
është i njëjti gjë, po se Garcia Marquezi, për shembull, kur ta lexosh Marquezin, kur ta lexosh ata të tjerë, pse na shqiptar të lexojmë, do të kënaqemi të lexojmë, do të përjetojmë. Edhe këta përjetojnë Agim Berishën e përjetojnë si vetin. Absolutisht. A u botu ma herët francez më duket, apo? Po, që një muaj e gjys. E pastaj shqip. Tash shqip. Tash shqip, ma mrapa. Po, tash me qëllim e bën këtë? Me qëllim e kam bërë për shkak se ta këshyri ta testoj vetveten, ta testoj këtë pjesë me pas si po kalon atje. Sa po prekim atje? Sa po prekim. 20 vjet në mërgim pa ardhur në Kosovë asnjëherë, po të kishin marrë punë për para edhe më pak ju përkushtove kësaj që e kishit zemrës e të shpirtit. Po shkoj me pak marketing e po kthehemi. Ka qenë knaqësi e veçantë me fol me Daniel, me Nikol, me Fatimen, me... A ke po qysh ja kom recitua i Fatimia Muhamedit në fillim? Po, fillim. Qilmi dyert të xhenetit. Si ndryshoj reagimi kur si ndikoj, si u dukt reagimi kur romani u prezentu në Francë? Për juve shumë e veçantë, po dhe për rrethin. Në fakt, romani ende nuk është bërë promovim e romanit, sepse bëhet me 3 tetor tani. A me 3 tetor? Por është në shitje e sipër dhe në shitje e sipër. A është shitje e sipër? Po, shitje e sipër është atje në Francë dhe tash me 3 tetor është shitje tjetër mirë, po kritikët kanë shkruar në gazetën, shembull Le Parisien, Diva diplomatike e tjerë. Këto kanë ndiku pastaj që të botohet në Shqip. Sa të rëndësishme e kishe që Daniel Luvers, Nikol edhe Fatima e përqafun veprën tonë dhe u bënën thjesht gati si pjesë e veprës, se ja dhanë dorën profesionale kështu. Në fakt, unë kam qenë i kënaqur që Daniel Luvers ka punuar këtë roman, ka punuar 3-4 muaj, 5 muaj ka punuar këtë roman Daniel Luversi. Ka punuar mbi 6 muaj Nikol Barrierin këtë roman. Domthonë ta kanë përshtatë, kanë rregulluar këta dy, kanë rregulluar para se me dalë. Domosë unë kam parë në gjuhën frëngjishte, po në gjuhën frëngjishte shqiptare që shibojmë na. E këta pastaj kanë punuar shumë këtë roman. Të dy, edhe Danieli edhe Nikoli kanë punuar këtë roman dhe kanë bë, domthonë e kanë frëngjishtizuar, na thoj me kanë shqipëruar, e kanë përshtatë. Çfarë sfidash pate për botim se të botosh librin në edicion Leharmatan është vërtet goxha edhe sfidë, po sigurisht është edhe krenaria. Ajo është krenaria, është pare krenaria, por kur kemi përfunduar krejt dhe nuk i kam treguar Nikol Barrier, nuk i kam treguar që e kam dërguar me botua. Edhe ata më kanë shkruar letër, prit se kemi marrë romanin tuaj. Pas 3 muajve, ma kanë kthy përgjigje, thotë, pasi kemi lexuar dhe kemi analizuar në mënyrë strikte, ne kemi marrë në përfundim që këtë roman do ta botojmë. Atëherë mori vesh Nikol. Atëherë Nikolit i ku kallëzohet. Çka tha? Këta u gëzuan edhe këta. A u gëzuan? A do ta shkruaje edhe në vazhdim edhe një roman me Ilirianën, si më thon dyshi, apo një roman tjetër me të njëjta tema? Jo, e kam plan, kam të shkruar më gati, po me tjetër, jo, Ilirian 2, ato se kam ndërmer me shkruar, kam një temë tjetër, e cila më prek poshtë në zemër me shkruar një roman tjetër, por tani nuk po flas për publikun, cili as temën, por është një roman shumë i mirë, edhe që e di që kam diskutuar me këta miqtë e mi që kemi këtu, kam diskutuar rreth temës që do ta trajtojmë, edhe do ta bëj një roman, po jo Iliriana 1, 2, nuk e bëj. A mendon në vërtet, ku po e shihni tash? Se për këtë çështje je shqetësuar dhe je sfiduar të jetën në realitet, po si e shihni vendin e letërsisë shqipe në tregun evropian sot? Po vendi i letërsisë në tregun evropian është i dobët, për shkak se janë përkthyer disa romane, janë botuar në shtëpitë botuese të ndryshme, që janë më pak vogla, më pak transishme, edhe nuk kemi arritur ne ende të botojmë romane në shtëpi të njohura, vërtet të njohura në Evropë, në Angli apo në Gjermani apo në Amerikë ose në Francë, ne ende nuk kemi, por jemi në fillimet e para që jemi domani kemi hapur ato dyert e para që duhet me kaluar një kohë gjatë derisa ne të kemi vërtet faktor i jashtëm, ma shumë të përkthyer, ma shumë duhet me pas ma tepër të përkthyer, por natyrisht është kjo këtë normale, por tash jemi fillimi, kjo është fillimi. Zotri Daniel, çfarë mesazhi do të kishte Danieli për reshatin dhe shkrimtar tjerë shqiptar?
quel est votre message pour Rechat et pour les autres écrivains albanais? Quel sera votre message? Eh bien, félicitations à Rechat et souhaitons que tous les écrivains albanais suivent son exemple, son excellence. C'est les choses, c'est ce que j'ai envie de dire, essentiellement. Ka thonë shembull I mirë, Po, që me përcjell rrugën e tij po, që në mënyrë që të botohen e të përkthehen, a ka thonë kështu? që thonë, po, që është fakt. Realisht, ëh? Po të përcjellin domon tjerë të marrin shembull nga Reshati se si shkruhet romani. Nikol, po mesazhi juaj. Po të mesazh Nikol, Ce livre, c'est à la fois un témoignage et un avertissement. Et donc, je pense qu'il faut l'écouter et réfléchir à partir de cela sur nos démocraties. kjo është një libër që duhet të mendoni shumë për demokracinë. Kjo është një libër që përcjell mesazhin edhe të domon njeri të ketë kujdes, edhe të si është ajo të shprehjeve të lirë. Po është një roman domon që këtë ka si Edhe ju bën të kujtoni që të keni thjesht edhe në shpirt edhe mendje edhe në veprime demokraci, ha? Po. Realisht. Fatime. E kam pa që keni njohuri edhe nga bota e letërsisë persiane, edhe arabe, apo se u munova me të kërkue, me të gjetë në për Google dhe kështu në veprimtarinë tonë. Duke pas edhe atë përvojë, edhe persiane, edhe arabe, e mbi të gjitha franceze, mesazhi juaj për Reshatin, po si kritike edhe për krijuesit tjerë. Votre message, puisque vous avez déjà une culture des Perses, des Arabes, surtout en France, alors quel est votre message sur le chat et sur Oui, les autres? effectivement, moi je porte, j'ai une double culture, mais même pas double, c'est une culture qui est multiple. Je suis issue de la deuxième génération de vivant en France, de parents nés du Maroc. La deuxième Oui, génération. oui, voilà. Et du coup, on a une ouverture. C'est une richesse parce qu'on découvre d'autres auteurs, Et moi, quand j'ai lu Rechat, j'ai pensé par exemple à un écrivain égyptien, Naguib Mahfouz, qui était prix Nobel de littérature. C'est ce monde aussi, ce style d'écriture qui parle de l'intime et en même temps de l'histoire avec un grand H. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai pensé d'abord à cet écrivain et puis le cinéma aussi, puisque les œuvres de Naguib Mahfouz ont été beaucoup portées au cinéma. C'est à cet écrivain que j'ai pensé, moi qui suis issue de la diaspora. Et puis, je peux vous dire que nous attendons Rechat à Paris pour une signature avec le public français, une présentation de son œuvre de Elin Yara. Do të unë jam gjeneratës së dytë, kam një kulturë, jo dy fish, po kam të shumë fish, sepse edhe kur e kam lexuar Ilirianën, kam menduar në atë që ka fituar çmimin Naguib Mahfouz atje, edhe thot më një herë më ka kujtuar romani I Reshatit dhe ai, edhe se romanet e tij janë bërë shumë film, ai ka fituar çmimin në vetë dhe romanet e tij janë bërë film, pra më një herë më ka kujtuar kjo, thot me 3 tash jemi atje, Reshati do të vjen në Paris me nënshkruar, domthonë për lexuesit francez do të bëjmë promovimin për të nënshkruar domthonë librin e tij për lexuesit francez. Tash, jo mesazhin tënd, po do të doja të të pyes kështu. Cili është mesazhi që dëshironi ti mbetet lexuesit pasi ta mbyll romanin? Mesazhi pasi ta mbyll romanin është shumë vështirë të jap një mesazh pasi të mbyll romani, por e di që lexuesit nuk do të flajnë të qetë, nuk do të arrijnë të qetë pa menduar pse Iliriana përfundoi ashtu ose pse janë shumë pyetje që lexuesit do t'ia shtrojnë vetvetes rreth Ilirianës, sepse të romani është me pse. Të romani e pyet vetveten, lexuesi duke lexuar pyet vetëm pse ndodhi kështu.
pse e futën burg njerin pa po kurrë, s'ka po kurrë Agim Berisha. Kush s'ka bë? Është njëri shumë i thjeshtë, si bë doktor i filozofisë, diplomon në filozofi këtu te Femiagani, dhe është njëri që e don dashurinë, e don kulturën. Pra, mesazhi im është që ne duhet më shumë të shkojmë të shkollohemi, të arsimohemi. Kjo është mesazhi i romanit. E jo të shesmi patriotizëm me fjalë me ato. Kjo është mesazhi qendror i këtij romanit. Me lënë fletën e fundit një vazhdimsi të heqjes së suksesshme në këtë drejtim, të zbërthimit të jetës tonë edhe të krijimit të urave të bashkëpunimit, sidomos në botën e letërsisë. Natyrisht lexuesi vetë kupton, do ta kuptoj, do ta shohë se e vetë kupton, është i vetëdijshëm kur ta lexon përmbajtjen, domthonë e sheh, kur ta lexon domthonë këtë roman e sheh, e ka përgjigjet, por janë kode që duhet të gjejë dhe të përgjigjen. Absolutisht e mendoj edhe kështu duhet jetë që nuk duhet të trajtohet një roman si unë sot që e trajtova pa e lexuar. Unë do ta lexoj me shumë ëndje, pak a shumë bërthomen ja di, por duhet që në momente të caktuara duke lexuar ta mbyll fletën, të mundohem të jap zgjidhje vet. Si do të shkoja në këtë drejtim? Kështu kam bërë gjatë lexuarit në përjetë dhe unë ju falenderoj nga zemra, një ngjarje madhe këtë javë ndodh në botën shqiptare, simpoziumi 14 i Unionit Shkrimtarëve dhe Kritikëve, që organizohet në Kosovë, në Shqipëri, në botën shqiptare, prej 22 deri me 29 shtator. Kemi fatin e mirë që me 27-in shkon emisioni ynë, do më thonë jemi brenda këtu kur po flasim. Ka filluar në Prishtinë, po dje fush Kosovë edhe do të përfundoj mjedis Shqipënie, në Lezhë, në Shëngjin. E falenderojmë absolutisht Reshat Sahitajn dhe Lan Quqallën, Shaqir Podvoricën, Hekuran Kokën, si këshill organizativ. I pas na shkru mirë, i gjeta. Do të falenderojmë edhe Ministrinë e Kulturës, sepse Ministria e Kulturës ka ndihmuar këtë në simpoziumin e 14, po ashtu edhe kryetarin e Lezhës në Shqipëri, sepse ata na kanë ndihmuar, domthonë ata janë pa ndihmën e tyre ne nuk do të kishim arritur ta bëjmë këtë simpozium kaq të gjatë, se për 22 deri 29 shtator jemi bashkarisht në trojet shqiptare. Daniel Luvers, antar dhe i Akademisë Malarme, Nicole Barrier edhe Fatime Guemia. A është tamam Guemia? Shumë ju falimderit, ishte kënaqësi që ju kisha musafir. Falimderit për punën që keni bërë. Falimderit për gatishmërinë me u sfidue me letërsinë shqiptare dhe në këtë drejtim me na ndihmue që të bëhemi një blok ku kemi vendin në mozaikun e letërsisë botërore përmes letërsisë frankofone. Reshat Sahitajt, falimderit që vjen e na promovon gjëra të bukura të mëdha si që është romani Iliriana, ishte kënaqësi që ju kisha mysafir. A pja u përkthen pak? C'est un plaisir que je vous ai eu dans mon émission parce que vous êtes de personnalités, comme il a dit Daniel Levers, c'est l'Académie de Malarme, monsieur, madame Nicole Barrière, puis Fatima aussi. Et parce que quand il dit Guema, il dit est-ce que je prononce bien ou pas bien, mais c'est comme ça. Mais je peux dire quelque chose que je voudrais remercier monsieur Naïm Abaza parce que j'avais l'impression de comprendre la langue. Vraiment, c'est une excellente rencontre et émission avec vous. On avait l'impression qu'on comprenait, on était très inquiets, enfin moi, je parle pour moi, j'étais très inquiète de venir, la traduction, comment ça va se passer, et c'était fantastique, que j'avais l'impression que je comprenais la langue. Do ta falenderoj Naimi, po se të fol Naimi, të unë kam pas përshtypje që kam marrë vesh, s'ka pas nevojë më për këtë të hiq. J'ai oublié. Diçka në për të. Naimi ka problem veç që jam doktor, po shpirtin e këtina nuk po mund të futem brenda me... Parce que lui, il est profession docteur. Alors, il dit que je ne peux pas entrer dans l'entrée de Reshat, dans le cœur de Reshat pour savoir qu'est-ce qu'il pense lui. Merci beaucoup à vous. C'était fantastique, vraiment. Pour te dire, merci beaucoup. Merci. Merci,
Mirë mbrëma Naim. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma shikues të nderuar. Po presim derisa ta takojmë ndaj kalimtar të rastit. Adjoj! Oj, di bre. Allah ile ku jam që të dëfar drita dëfar. Sa veni mirë të ko. Mirë dita hala, bën me ta bu një pytje. Ha bre loke vetë shka dush. Si quheni? Gjemile ka, me më shkurt të më throsin gjemi. Jam peri barit mal, a pa më ullë që të Po po ollo hal. Maruva. Hal, Orna. apo e përcilni emisionin Odeon? Koshaj. Dhe çfarë përshtypje keni? Dhe atë pëlqen ai ma bazi? Zotit ta thef qofen, ha. Pas pat vjemore, bre. Na ima bazit me që të dori kom logji. A i mundet me ko djali janë. Pasha zotin, me gjitë e marrit. Edhe e kujtaj si sa di ka postja 2-3 që kërëm ka shaj që soba më sot. Hal, e me tension, çka i ki punt? Shpesh po m'lun, bre. Po s'ki fajbre se po na lunë edhe neve trejave lemu juve plakave. Wallahi, sa kom pas burin gjoz ka bëva ki me lukur. As se kom diç kontën qoni. To punu në përboshtën e fës kesin vakt. Veç e kom pas burin të fort. 2 metra e gjyqa kom. Po, a? Pasha zotin po. Qeka pas qofen. Gjithë ditën me traktar me shkelësën e ke mytë. Veç pa mytë i raja, me ti po shpirti. Ngushtuime. Apo shkoni te mjeku dhe çfarë përshtypje keni për spitalet tona? Allah hele mos mi përmen. As ka mjek as gur. Shkan te mjeki s'ka borna, s'ka loqe. Me shku te mjeke dhe me pas një kësin tone. Gjull ponën tone. Tone. Shkan e vlen gjull ponën. Kur shkajsh të s'ka alkohol, tapsh të një venin me talon një kësin. Loke, ku është dallimi i grave të sodit me gratë e atëhershit? Allah hele mos e përmen. Gratë e sodit i kanë të në kushtet. Liri sa dush, fjajera sa dush. Vesh fëmi s'pa bonj, shka i ka gjithë mëre? Krejt jetën e qenë me një qenë. Ko kanë po mëre për qenë i së një krynë punë të burrav. Shpia dënë mojtë, dënë shpia me punë me punë pore. Të në herë valohen nësë këna pos fjajera hesh. Jo, a? Ja ty, be një burë këna pos për 13.000 bëjshë me të. Pa kalbe. Loke, a ti reja shumë? Bëll valohe. Sa? 7. Apo të vjeni no ati tash që reja të spidojnë vjerat e po folin gjithë shka për vjerat? Po, a? Pa thëjnë se vjerat zbojnë, vetëm apëm kanë, morko? Valojnë halë kështu me të po ty e fort, ko ke? Ko më i bish, ka jem ko e fort, ko jem ko e re. Kaj politikajve ju kom vojgjë jone. Po, Me a? ditajmë pasha zotin, po. Kam shri tomë, qatë shumë që kam pos. Po, a, shkoj ke shtrajt? Ma shtraj sa i liz, valohe. Edhe më i bime të kalzu drejt, e kom post fort, vesh me koni balicës. 2 gështra shu bëke moza, edhe e kom pos i loq. Ma e Po, a? sile shereke pa tybe, edhe për flok kusht që ka pos. Thajsa me pas mujt me znoj smet të jenë, veç 2 dakika me afer ku kryt. Për 1 minut ja kesha nëzi qilin. Po, a? Pa tybe. Plake zoja, ko ke de? Pasha zotin jem koj zoja krem koj rej. Po, a? Krejt punti kam kërë, ja kom qitë fall, a për mësysh, a fëmin kërë për të rëshën i qëtë shanë ven. Pasha zotin ma bishën ja kop krasnicin me i dore se lësha. Ma albinin kom pos ma problem sa kom peshkeq. Pse? Ja kërë për dreshën me 2 herësën e qëtë shanë ven. Jo, a? Ja tybe, veç e kapshat e fut shanë me shalis, tanë gjithë ditën të osjele lësha. Dautin, komandantin, ape nje? Qisja poshtarja kom bashkë me muaj. A pse jo, ku në shtriti, a? Pasha zotin komandantin kon, 7 metra kom vro desetarin. Veç i kom tho, desetarit, tas pëzis në sveta ting tërt. Pa në rëte kom shki Dauti i shirije, së ne që i ke kaloshin. O të qape ma vrojnë, tash Daut dil për mas që kon se ljokja luftën. Edhe veç që më gërmu qështu,
Dauti e ka qitë kaloshin mi shpinë teme, unë e vëzhgoj sa me dërbi, shka me po t'ja fut kere falë Dauti pi për moshpi, Loke, për fond, qka me ndoni për femrat e Zotit? Pa vete pa pozit, baby. Po unë të veta ma heret për gratë, po për femrat, qa me ndoni? Shka me full, bal dopta vallahi. Se ta shohin një djallë mirë, me neher ju hyp temperatura, ju vlanujt. Po për meshkujt e Zotit, qa me ndoni? Pa vallahi meshkujt edhe mazi. Meshkujt janë se këtë do gëldyshat prisht, motorën e conë. Shkova. Faleminderit shumë hall. Hajt, ka me shkone. Që qiknena. Ditën e mi. Po vjen era deti, qërqere. Judi. E pse ti me pantolzi që u bokshtu? Mi kanë zhyt ato të bort me turte. Aha! Se këshim pri turte të shpia. Ju mi të shpia një natë. Jo natë, po detke. Kur hina në shpeta shtisi ka dole... Qa një natë, amo ditën? Po ditën. E kër e kunini farzoni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Në unë nëzira kuljetën, pe këshyri dotën më sekondit lindjen. Ha! Ju na em. Ha!
këtu e shti koletën, njoni mas derës, më preke. Ta zoti ka artortja. Ishin mledh në shpek ku nata, baldes ka ajo kja, bëgjenaku halakom shpek. Shkruj kënë turte, urime patent shoferi ku nata jonë. Ajo që kësh maru turtën, shkipit me shkru me të shtypit, sa ishtë logë ju ka shkri, e ja kish put me të shkrimit, krejt. Se disha kategoria B-a, C-a, A-a, na em. E janë nesën aty. E ku nata jonë e ka morë patent shoferin, kur janë isi gruja. Tash kur të shkojnë ndarësëm, kur të pishti që pihëshëm, unë e vëzite. Edhe? Thash unë pisutit pelu alkoholin. Shpima! Te po më vëzit mu natën e ditën. O na em, ajo baldes kam gjujke disa më bëjke. Që? Burit vetë më prezenë se mja bëjke. Sa më dënë ti mu prej njave dhe në 10. Shka i faj? A i trëllan. Bëjke, so me thonë. Thash, o, këj për njove dhe në 10, flenë, oj bi. Na em, u bukruja në rëdhëshëm. Jo. Tha, unë edhe ti të psikologë më njerë, se para mësafirve merë ke zemër. Unë e ti të psikologu. Thash, jo, na kena familja ju nevoj me shku të psikologu, një seancë kolektive për dure, u kapëm të psikologu. Kuri na him rena, psikologu i qetë, urdhënozoj. E kum pru burin zët një kuj ka nevoj për qetësim. Psikologu i meqëm. I tha ky, pas ka nevoj për qetësim. Pishkruj do hapa për qetësim. Doktor, qysh mi adhon burit hapat? Jo, sa hapat jam për ty. Se ky ka nevoj për qetësim. O, na i mod psikologë e të që mirë jam dërë. Të dalë për psikologut një flokë atë. Tha shaj loka o ljudhe. Dhe ke pëse për full grus të uj. Po e përshëndeta se vjetër ajo. Dhe edukate, edukim, kultur. Da kallofiniri. Ta shë luka o ljudhe. Jo, djoli jem, po qysh më smullu, tha veç vetë kumit. Tha qysh vetë, se ki kërkona. E kam një djol, pe kum dhonë për adaptim. Për adaptim? Qysh beta që ka adaptu? Me adaptu më rejsena qka? Jo, e kum rrita me durët mija, e kum bo 30 vjet, e kum adaptu. Qysh? E kish martu djallin. Dhe të pëna e djallin e ka rrit, ta definicioni martesës, e rrit në unë, a jep gji, edhe në qatë moment e jep në adaptim, a i nuk e pen ma gjinin e nanës, po... E pen një tjetër! Jo, me nanës!
Ndrëdhelion? Ishte kjo e tëra. Ndrëmir, tani bukur, gjomë në paqa. Natë të mirë, tjetër!